Dhe ne si banor kemi të drejtën tonë natyrore, nga Zoti, nga natyra, nga njerëzillëku që të jetojmë këtu në zonën tonë, të na njihen këto ndërtesat që kemi bërë, të na legalizojnë, të na certifikojnë, të na jepet prona dhe në qoftë se do të vi pushtetari oligarku, nuk i themi ne mos hajde, se ai ndoshta mund të bëjë gjëra më të bukura se ne, po i themi na përfshi dhe neve në procesin e zhvillimit. Ai tek ju se ka trokë dikush. Jo, absolutisht nuk tani kanë ardhur ndonjë tek tuk, po ato janë tentativa për të përçarë, duke i marrë me të mira njerëzit, që ty s'të bëjmë gjithë, se ty do t'japim, ty s't'japim, ne duam të vinë para trupës komunitare, të gjithë. Para nuk duam fare të bisedojnë asi që jemi ullur këtu, që ne jemi një përfaqësi shumë e vogël e kuvendit komunitar. E kuptoj. Kuvendi është shumë i madh. Do me thënë për aq sa është krajina jonë. E qartë. Kur të vi puna për dalë në rrugë, do dalin me qindra djem në rrugë. Ta kem parasysh ta që do ndodh kur të vi puna? Po do ndodhin që do mbrojnë veten sipas drejtës natyrore. Siç vjen, si çdo pushtues që vjen me armë, nuk dalim ne kundër zbëjmë luftë armatosur, po deri tek protesta e fortë do shkoj. Do me thënë të mos keni iluzion. Do ta mbrojmë, si në 2010. Shiko, po jemi të detyruar sepse s'na ka ngelur me gjë. Ai po na nxjerr në rrugë, unë për shembull kam 5 fëmijë aktualisht dhe jetoj këtu ku kam biznesin, kam dhe banesën, nuk kam banesë tjetër. Fëmijët e mi janë më i vogli 2 vjeç, më i madhi 9 vjeç. Ku do të çojë këta fëmijë? U prish kjo ti del në rrugë të madhe? Në rrugë të madhe. S'ka rëndësi çfarë fitimesh kam unë, çfarë fitimesh kam pasur, janë tjera punë ato. Nga biznesi që kam bërë, kam paguar taksat në shtet, si kam njeriu, se shqiptarët kanë një problem të vogël të idealit komunist. Del dhe ai e shfrytëzon, është biznes ai, po pse çat ka bërë biznesi ty? Biznesi po të punson gjithë njerëzit. Çat ka bërë biznesi, pse e trajton biznesin e mesëm edhe të vogël si kriminal? Qa është ky mentalitet i tipit enverist? Është absurde. Jemi në 2025-ën. Tani që t'i kthejmë kësaj, ku do shkojnë këta fëmijët e mi? Ku do dalin? Dhe fëmijët e gjithë këtyre banorëve këtu. Faleminderit për përgjigjet e sinqerta. Shumë faleminderit e juve. Edhe shpresojmë që të mos na ndëshkojnë shteti dhe institucionet për që po flasim lirshëm. Po na ndëshkuan, i bëjmë thirrje gjithë krajinës, e gjithë kombit shqiptar të na dalë në mbrojtje. Po s'na dalin në mbrojtje, do na mbroj Zoti pastaj. Po ne nuk trembemi, të drejtën tonë do ta mbrojmë. E kuptoj. Tani faleminderit. Si të